Wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Tha pastaj i madhi Zoti qofshim fal dhe ne qofshim nga këto. Tha merren grupe njerëzit që i ka beku i madhi Zot. Devotshmi. Merren tha dhe çohen grupe mas grupesh, mirësi mas mirësie, bukuri mas bukurie, lirësi mas lirësie, fisnikëri mbas fisnikërie. Tha merren grupe dhe çohen për në xhennet. Të parët, pse thot grupe, edhe këtu është e njëjta gjë si në xhenem. Tha grupe, se s'mund të shkojmë ne me profetët në të njëjtin korsi, në të njëjtin rjesht. Jo. As nuk guxojmë ta mendojmë që ne do të jemi me grupin e Muhammed Mustafa alayhis salam, me Ibrahimin alayhis salam, me Musa alayhis salam, me Isa alayhis salam, me Nuh alayhis salam. Jo. Thot merren të devotshmit grupe dhe çohen thot dërgohen për tu kënaqur në xhennetet e përjetshme. Grupi i parë, grupi i profetëve, grupi i dytë, grupi i ulemave, dietarëve, grupi i tretë, grupi i devotshmëve dhe të sinqertëve, grupi i katërt i dëshmorëve dhe i punëmirëve, dhe kështu grupe ka dhënë profeti alayhis salam. Tha hyn grupe dhe fytyrat ato që po hyn në xhennet i kanë si hëna plot. Kur afrohen në xhennet me dyert janë mbyll. Bën njerëzia me dëshirë me u hap nuk hapen. Derisa Muhamedi alayhis salam shkon te troket. Dyert e saj janë pafund vaj. Xhennetit një anë me anën tjetër shumë e madhe. Troket profeti alayhis salam dhe roja thot nga ana tjetër, tha kush është? Tha Muhamedi jam. Tha për ty jam urdhëruar me hap, për askën tjetër përpara teje. S'hapet me dëshirë, hapet me devotshmëri. S'hapet se ke qefti me hyn atë, duhet t'jesh i kullum. Duhet t'jesh 24 orë, në 24 orë, duhet t'jesh në diturinë, në moralin, në virtytin, në paqen, në faljen, në fisnikërinë, në sjelljen, në etikën që kishte Muhamedi alayhis salam. Ai kishte gjitha të plotësuara, atij do t'i hapet. Tha kush je? Tha Muhamedi jam. Tha ty jam urdhëruar me të hap, askush nuk ka shans përpara teje me ju hap dyert e xhennetit. Dhe sa po hapen ato, subhanallahu al-azim, roja që është roja i xhennetit Ridwani, jep selam të madh. Selamun aleikum, tibtum fadkhuluha khalidin. Tha paqja e Zotit qoftë me ju o xhenetli. Punë të mira bët, hynin në vendin e përjetësisë. Shikoje dhe e specifikojnë dietarët dy gjëra. Thojnë tibtum, a di çfarë thotë tibtum? Vepra dhe fjalë të vyshme kishit, vepra dhe fjalë të mira kishit, vepra dhe fjalë të sjellshme kishit, vepra dhe fjalë të edukueshme kishit, vepra dhe fjalë fisnike kishit, hynin në vendin e mirë. Nuk mund të hysh vëlla dhe motër të begatoft i madh i Zot, i keq në shpirt, i keq në zemër, i keq në fjalë, i keq në vepër, thu do hym në xhenet, nuk hyn dot. Ke vend i mirësisë nuk hyn dot duke qenë i keq. Hyn ke vend i mirësisë, hyn duke qenë i mirë. Fadkhuluha khalidin, hynin te përgjithmonë.